Ndarja territoriale vitit 2014 që shkurtoj, paksoj nga rreth 400 njësi të qeverisës vendore, bashki dhe komunat marrë së bashku, në 61 njësi ishte goditja më fuqishme që ju bë parimit demokratik të decentralizimit, por ishte gjithashtu platforma më e egër për shpopullimin e Shqipërisë dhe largimin, dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria për mungesë shërbimesh, për bojkot total të tyre. Reforma territoriale e Edi Ramës, së bashku me politikat e ndjekura nga 2014 gjeri sot, kanë tejkaluar në fuqinë e përzënjes së shqiptarëve nga shtëpitë dhe fshatrat, qytetet e tyre, mbi 2 herë platformën e Vaso Çubrilovicit, e cila për hir të zëvërtetës, përveç zbatimit të largimit të shërbimeve, rënimit të arsimit shtetësisë, injorimit të infrastrukturës, intimidimit me polici, pati dhe një marrëveshje ndërkombëtare me Turqinë për tërheqjen e shqiptarëve nga Kosova në Turqi. E megjithatë, me gjithë regjimin opresiv të Gjorgjevicit dhe Paniçit ndaj shqiptarëve në Kosovë, Edi Rama tejkaloi me 2 herë numrin e të zburëve nga Shqipëria krahasuar me ata që u zburën nga Kosova. Por i pangopur në politiken e përqendrimit të gjitha pushteteve në duart e tij, të centralizimit të plot duke tejkaluar në disa aspekte dhe Enver Hoxhën, i pangopur në zbimin e shqiptarëve, genocidin e but ndaj shqiptarëve, ai ndërmori hapin tjetër ku në vend që të korrigjonte gabimet katastrofale të reformës së parë, vazhdoi me shkurtimin e 15 bashkive të tjera, duke ulur numrin në 41 bashki. Në 46 bashki, në 46 bashki. Kjo ka sjell një reagim të fuqishëm të banorëve të bashkive të shkurtuara, por dhe një reagim të fuqishëm të banorëve të cilët humben pushtetin vendor në mënyrën më të pajustifikueshme në vitin 2014. Edi Rama, me këtë centralizim prej sultani, që nuk e ka patur kur në historinë e Shqipërisë një sundues, kërkon që çdo pushtet ta ketë në plën të dorës, kërkon të vazhdojë me tej zbimin e shqiptarëve dhe mbushjen e Shqipërisë me qytetarë të marrë nga Azia apo vende të tjera në aktin më kriminal, më antishqiptar. Në këtë rast unë përshëndes përzemërsisht të gjithë ata qytetarë të ri, të moshuar, burra, gra, që në 70 ditë protest lartësuan si kur më parë nderin dhe dignitetin e kombit shqiptar në betejën e tij për të ardhme. Përshëndes ata 10 mijëra qytetar në mbarë Shqipërinë nga bashkitë të bashkive të cilat Edi Rama i ka përcaktuar për zhdukje me reformën e re dhe të atyre të tjera që po përgatiten të ngrihen në një kryengritje paqësore të fuqishme gjerë në përmbysjen
e sultanit të Surrelit, këti sundimtari që ka humbur çdo legjitimitet. Ju falenderoj për ndjekjen dhe mbetem i hapur për çdo pyetje që dëshironi. Gënë Grimci, përshëndetje doktor. Apo pret Rama në Bes shtresën e mesme se i ka dhënë besën krimit? Sot, zoti Berisha, Shqipëria është një parajs për të kriminalizuarit, pasi askush nuk u kërkon llogari për miliona euro që qarkullojnë. Nga ana tjetër, vendi është kthyer në ferr financiar për shtresën e mesme. Çfarë do të bëni ju përballë këtij realiteti? Faleminderit për pyetjen. Edi Rama beten me shtresën e mesme dhe përpjekjen e tij për dëbimin e shtresës mesme nga Shqipëria e filloi me taksën 23% që u vuri profesioneve të lira, të cilat duhet ta pranojnë, përbëjnë pjesën më vitale të shtresës mesme dhe të shërbimeve në Shqipëri. Nuk janë e tërë shtresa e mesme për profesionet e lira, por të njëjtin fat ai po i rezervon me çdo kusht kësaj shtrese, në mënyrë që në Shqipëri të mbeten ai oligarkët e tij dhe punojës sklever të cilët nuk votojnë, por marrin rrogat dhe të shtypur qëndrojnë në punë një lloj si në vendet tjera pa të drejta nga vendet e Azisë, Afrikës e të tjerë. Unë garantoj shtresën e mesme, garantoj profesionet e lira, se politikat fiskale të kësaj partije do të krijojnë atyre mundësi të shpalosin të gjitha aftësitë dhe të gëzojnë prosperitetin që meriton. Shtresa e mesme është shtylla më kryesore e shoqërisë. Është promotori i zhvillimit të saj. Ndaj dhe ne do bëjmë gjithçka për begatimin, prosperitetin, zhvillimin e saj, por do bëjmë gjithçka të rikthejmë sa më shumë shqiptar nga Shqipëria me qëllim shtimin e kësaj shtrese dhe rritjen e numrit popullatës. Politika e ripopullimit do të jetë një nga linjat më kryesore të politikës sonë. Arsen Dushko, zoti Berisha, ju keni qenë koherent në sulmet kundër SPAK, e sot po faktohen akuzat tuaja. A ka shpjegim se sa më shumë hetime ka për Ballukun, aq më lart gradohen ushtarët e Ballukut në bashki dhe qeveri? Goditjet e SPAK ndaj krimit në vend që të ndikonin në pastrimin e parave kanë bërë të kundërtën. Fenomeni ka marrë për masa dramatike dhe këtë e fakton edhe rënja e euros. Faleminderit shumë për pyetjen. Unë jam ish president dhe ish kryeministër. Kur nuk do të preferoja dhe nuk dëshoj të sulmoj punojës të organeve të drejtësisë dhe të zbatimit ligjit. Problemi im do të jemi hapur me ju me SPAK-un që kur unë jam rikthyer në Partinë Demokratike, por dhe më parë ka qenë një më kryesori. Dhe për fatin më të keq, në këtë vend qenë shumë të pakt ata të cilët e realizuan. SPAK-u ju faktoi shqiptarve, jo vetëm opozitarve, po të gjithë shqiptarve
që besojnë tek vota e lirë. Besojnë se pluralizmi politik